ndoshta nuk dëgjohen duart trokitjet tona, por besojnë apo jo, pash edhe kolegen, ky 5 minutësh na transportoi në një botë tjetër, jo reale, një botë pa trafik, një botë pa thashëtheme, pa blerje votash, pas pak, një botë perfekte, do thoshon, dhe gjithë kjo falë magjisë së Josifit, shoqëruar nga Qiriako dhe Andi. Mbiemrat nuk po ja them sepse ju jeni të njohur, ju i njohin të gjithë. Bëhet fjalë për sazat e famshme të Përmetit dhe ju jeni 3 përfaqësues, nga të 12 sa jeni? 12 me këngëtarë dhe instrumentistë. Mirë se erdhët në Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët, është kënaqësi. Dhe faleminderit për ftesën. 45 vite koleg, tradit, mos më pak, mos më shumë do t'i rumbullakosin kështu. Si ja keni dalë ta ruani traditën kaq fort? Neve kemi qenë bashkëudhëtar me sazet e Laverit që nga vitet 80. E këteja. Biles unë edhe Ylli Muqoa kemi qenë dhe punonjës të qendrës kulturore të Përmetit, me thënë që kemi ndjekur dhe veprimtarit e sazeve të vjetra të usta Laverit, dhe kemi qenë bashkë interpretues me ta. Edhe Josifi, pak më vonë ka ardhur dhe Josifi, sepse ustaj kishte një merak që donte ta linte trashëgimi në vazhdimsi. Aty në sazet tona janë edhe këngëtarët si Adriana Thanasi, Evgjeni Çulli, Luljeta Ilia, Robert Tralo, që jemi të vjetër që të asaj periude. Do me thënë, kemi qenë vazhdus. Deri në vitet 95, kur ustaj doli për herë të fundit, kemi qenë në një aktivitet shumë të rëndësishëm bashkë me Josifin, në festivalin e këngës qytetare në Elbasan. Atje ustaj ka marrë me vete edhe nipin e vogël, që për fat të keq do ishte një talent i rallë, por nuk jeton më. Nipi i Laverit. I Laverit. Na vjen keq me gjithatë, muzika vazhdon. Muzika vazhdon. Jahona e sazeve nuk ndërpritet asnjëherë. Ne ustajnë e njohim nga televizori ose nga një koncert që mund ta kemi parë, por me thënë të drejtën, për aq sa unë kuptoj nga muzika, pash të njëjtën virtuozitet edhe në këtë kabat që ishte improvizuar. Le të themi që nuk ishte me formacion të plotë. Gjithsesi emocionet vinë. Dhe janë to emocione që me siguri ju, duke adhuruar njerëzve, i merrni mbrapsh nga ato dhe ju bëjnë që ta ruani këtë formacion, të ruani këtë kulturë të muzikës që është kaq burimore dhe kaq përfaqësuese siç janë sazet e Përmetit. Neve jemi munduar që ta shikojmë, do me thënë, ta dashurojmë si që dashuronin ata të vjetri, sepse edhe baba im ka qenë pjesëtar i sazeve, ka qenë violinist me sazet e ustajt. Edhe gjyshi i Andit ka qenë me fisharmonik edhe këngëtar me sazet e Laverit, dhe është i pari, e kam të thënë dhe diku tjetër, që ka incizuar këngën Do marë qiften do dalë për gja, e ka kënduar gjyshi i Andit. Të emocioni! Është një nga këngët, unë do thosha më speciale, më të ralla, dhe mbi gjitha edhe teksti, edhe lirika është kaq e goditur dhe kaq e pas për figuracion letrar, sa që jo gjithkush e kupton thelbin. Sot këngët popullore tentojnë drejt të qenit përshkruese dhe direkte të erosit, ndërsa kjo këngë e maskon, e fshe kaq bukur, sa që të mrekullon. Josif, ju keni patur dhe një shkëputje. Çfarë ndodhi që për disa vite nuk ishit bashkë? Kur beti? Ta thënë, e shkëputin që këtë punë, por ne përsëri u mblodhëm. E gjetët veten? Fillimi tim ka qenë shkëputja nga zone Qashos, nga kooperative Qashos, ka qenë si një shkëndi për mua, një sebeplu ka qenë babaj Qiriakos Gjallazua, punonte me valltarët e shtëpisë Pionerit. Ai më troj që fillimisht nga vitet 85-86, punova 2 vjet, bile kemi dhe në televizion një vallet i ngjizuar me valltarët e Gjallazit, të ateshëm, ato valltare.
Më pas, bashkë bizetimet me Lazua, i ati këtia, bashkë me këtë, bën atë që më ofroj në Shpjekulturës në përmet, ishte edhe para festivalit 88-ës. Aty punuam goxha, fillimisht më monë si në provë që e kuptonin këta kur kishe... Talent ose s'kishe. Ishe dhe dashameqësia e Ustalaverit. Edhe aty sa për kisharu dhe profesor Vasil Tole, ishte shef muzike në atë kohë, në to vite në përmet. Të dy këta më dhanë diçka pjesë, aty që qëto përfitonjë unë, aty për aty përshumë, me një dëgjim. Edhe këshu hyri kjo punë, me vite me radhë, pastaja kemi qenë bashkë me ustajnë në festivalin e 88-ës, në Elbasan, në disa filmime, koncerte, gjera këshu. Vazhdimësia ka qenë, do thënë, ndërperja ka qenë që ka jo pune... Largimit. Ti ndërpreve aktivitetin, po valigjën i këshime vetë? Jo, valigjën pa klarinet, ajo nuk shkon në sekundi. Edhe në Tiranë, ose pati klarinetën me vete, nuk vjen. Ne kryuam dhe një shoqëri kur për sistemi shoqërinë Elena Gjika, aty pastaj vazhduam për disa vite që pati një shkupit e vonë, kam punuar edhe me instrumentistë të tjerë, me artistë të tjerë, që me të ndjerin Jarek Muqa që sot i mungojnë skenës, i mungojnë publikut, me zotin Ylli Muqo, që është drejtuesi i orkestrës tek ne. Me shumë figurat të tjera, me shumë artiste, këngëtare. Më pas përsëri u bashkuam. Aty ku e kishit lanë? Jo, u bashkuam. Pas viteve 90, ishin dy instrumentistë që ranë në sy Ustalaverit. Ishte Genci Muqua edhe Josip Shukollari. Genci Muqua me Yllin formuan një grup tjetër që e quajtëm Pëllumbat e Përmetit. Neve formuam një grup tjetër që e quajtëm Elena Gjika. Pastaja, vazhduam një periudhë... Ishte koha pluralizmit, jo vetëm në parti, por edhe në artë. Si që kryuam parti, të kryuam edhe grupet. Pastaja, pas viteve, pasi vdite Ustalaveri... Qëfar viti ka qenë, kur kemi umbër? Kur ka qenë 14-a. 2014. Në 2014. Në 2015 u organizua një festival me rastin e një vjetorit të vdekjes së Ustalaverit, aty u bashkuam pastaja, edhe më 2017 jemi nderuar nga ish presidenti Nishani me çmimin Mjeshtri i Madh. Mjeshtri i Madh. Ka bërë shumë mirë që ju ka dhënë juve, se çfarë ndodh. Ndonjëherë ata që marrin çmimin i japin vlerë të çmimit. Presidenti Nishani ka dhënë edhe 2-3 çmime të diskutueshme, Mjeshtri i Madh, por në rastin tuaj i ka ngritur vlerën të çmimit. Besoj që i takonte, sepse aty në atë çmim u përfshin gjithë, edhe instrumentistët dhe këngëtarët e vjetër, edhe neve brezi tjetër që e vazhduam, dhe kjo na inkurajoi më shumë për ta vazhduar. Dhe ne kemi bërë këtë që e kemi ruajtur, edhe formacionin, edhe interpretimin e këngëve, nuk kemi lëvizur, sepse ndryshon koha, e këto doja t'ju pyesja, po të fundit na ka mbytur Tallavaja. Na ka mbytur Tallavaja, ne nuk i kemi. Ju se lejoni, reptësisht. Nuk e lejojnë as futjen e asnjë instrumenti tjetër. Instrumentet janë po këto, dhe harmonia, melodia është po ajo e pandryshuar. E pandryshuar. Tashi, vjet kemi incizuar një CD me 23 kaba dhe vale të zonës Përmetit dhe Leskovikut, sepse duat të sqaroj edhe një diçka këtu. Përmet, Leskovik janë një zonë etnografike, pavarësisht se ndajemi si rrethe, atë e merr Kolonja, neve jemi rreth tjetër, por zona etnografike është e njëjtë. Janë të njëjtat këngë, të njëjtat melodi, edhe instrumentistët, të gjithë muzikantët që kanë qenë, veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar edhe në Përmet, leskoviqarët më shumë e zhvillonin në Përmet se sa në Leskovik. E drejtë, do flasim? Po. Edhe në këtë mënyrë, kemi pasur dhe ca kontradita me leskoviqarët, se biles dhe një personalitet shumë i njohur më tha pardje. Dhe jo, tha, ata të Leskovikut ju akuzojnë juve se u keni vjedhur këngët.
I thash, këngët janë dhe të Leskovikut edhe tonat, varet kush i vë në skenë, kush i interpreton. Edhe neve i kemi qëndruar besnik, kësaja. Unë dua të përmend dhe një çik pjesëtarët e grupit, po pati mundësi. Ta nisim dhe nga ky Miriu që ne kemi edhe Miriu, se është Miriu. Ky talent se që nga me të rënë në sy. Andi është, babai i Andit ka qenë shef muzike në Shtëpinë e Kulturës. Irfani, gjyshi ka qenë pjesëtar i orkestrës. Edhe Andi është nga të rinjtë më të talentuar, që unë besoj që ky do t'jetë vazhduesi. Jo, se do vi dita do të rëzojmë Fanel, në neve do të rëzojmë. Si e ndjerë me mishtë babaj, gjyshit? Po, gjithmonë duke treguar historit e gjyshit, edhe nga babaj më tregon shpesher, do me thënë dhe për gjyshin, sepse unë se kam arritur, sepse gjyshi ka ndruar jetë shpejt. Dhe babaj që kur isha i vogël, ngulmoj që unë të mësoja instrumentin e lautës. Më atëre nuk e kuptoja se dhe më duke i pak këshu që qash këj instrument, këshu tani, kupton. Por sot po janë ndjej vërtet atë që jam shumë i lumtur, do me thënë që jam në sazet, edhe performojmë për koncertet jashtë Shqipërisë dhe në Shqipëri, dhe vërtet jam, edhe falenderoj, do me thënë shumë babajin tim që më mësoj të instrumentin e... Ti ke vetëm këtë instrument, apo ke bëndë dhe gjithë tjetër përveç kësaj? Kam, do me thënë instrument primar, kam edhe piano dhe kitarën, por në këto kora, do me thënë, jam përkushtuar 100% instrumentit të lautës, do me thënë, është shumë instrument tradicional, edhe kote e fundit po umbet. Kështu që... Ndërkohë përveç lautës, violina dhe klarineta janë instrumentat bazë, janë solistët e orkestrës. Tani, a do të kemi vazhdimsi në lahutës e siguruam? Për një 20-50 vjetë, Andin e kemi në aktivitet. Po për klarinetën, qa do bëhet? A ka të rinjë që janë interesuar për këtë instrument? Mendoj që ka. Mendon që ka, po ka, sepse kjo është për të thjesht për të ikur për emrin dhe mbjemrin. Tashi për tashi neve në grup nuk kemi ndonjë më të ri. Dhe kjo është qik dramatike. E kemi një djalë tjetër që është nga Këlqyra, edhe ai vjen pas here, kanë krijuar sazet e tyre të Këlqyrës, por i pëlqen më shumë sepse tradita është tek Përmeti. Ai është Ervis Rabaj, që është një klarinetist shumë i mirë, edhe mundohet që të mësoj shumë edhe nga Usta Josifi, edhe nga të parët tanë. Usta Josifi, ti e ke mësuar me vesh, apo ke studiuar në qikë muzikë? Unë fillimisht 12 vjetë që nga 68-a, 1968, vlajt tim mori një fisarmonik, dhe a i jeti në një vit, në basa ti u futa dhe unë, instrumentin e fisarmonikës, punova një 12 vjetë dherën, sa u lirova nga Ushtria në 80-ën. Bënim shumë aktivitete, me shkollore, me rinin e fshatit, ku bëshin ato programet atërshme, vinim fshat, pashkë putin nga shkolla dhe pashkë putin nga puna. Në 80 ka marrë klarinetën. Më pëlqente shumë tingulli Ustala Verbariut, patëm një 2 takime në për dasma këshu, aty u njofa, i vije dhe në shtëpi, sa kryuan që edhe në groftësin me Ustala Veri. Pastaja vazhdonit me festivale me këto, po, kryesisht me vesh. Me vesh. Ajo mësot, do më thënë, ndërkohë që pra do të kesh vesh, do të kesh dishmëri, po edhe teknika, pastaj teknika është qikë. Me udhëheqjen artistik Zotin Qiriaku, kemi 40 vjetë, do më thënë, udhëheqës artistik, lautier, shok, mik, do thënë mund të quaj një mësusin tim personal. Mësimet i ke marrë nga Ustala Veri, nuk i ke marrë nga mua. Jo, Ustala Veri më dha të titë, po ato që punoni bashkë. A jeni zënë në njëherë? A jeni zënë në njëherë? Sot? Debatet janë për të mirën e punës. Për të mirën e punës, po. Kështu e jo në njëherë. Miqësinë dhe shoqërinë. Kjo nuk në mban se në shumë grupe i ban interesi. Ne nuk e kemi këtë. Do me thënë, përfitimet tek neve kanë qenë thuaj se 0. Biles shumë
kemi investuar vetë nga xhepi tonë për shumë aktivitete. Shkuam vjetë, kemi shkuar në Prizren. Ishte festivali i këngës qytetare mbar kombëtare. Kemi vajtur me të gjitha shpenzimet tona. Jo, kjo është e pamundur. Me të gjitha shpenzimet tona. Ka një Ministri Kulture, ka një drejtori në bashki, ka një rrethi, ka fondet e veta, ku është e pamundur. Ministri e Kulturës... Atëherë pse jeni mjeshtër i madh? Mjeshtër i madh, prandaj jepin këto çmime që të shikoheni ndryshe. Si mund të shkosh përfaqësosh vendin në një aktivitet edhe me lekë? Shkuam në Prizren, atje Josifi ka fituar çmimin e parë, instrumentisti më i mirë. Evgjeni Çulli dhe Mikel Rapaj kanë fituar si dueti më i mirë. Edhe ndihma nga bashkia ka qenë 0. Atëherë le t'i bëjmë një apel Ministrisë së Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Ekonomisë, Inovacionit, nuk e di se çfarë. Për ministrinë, çfarë ju teprojnë nga Enkileda, lekët, se kishim pjesën e parë përsëri nevojë për para, do t'i japim për sazat e përmendur. Nga Ministria e Kulturës, sidomos nga Drejtoria e Trashëgimeve Kulturore, kemi pasur ndihmë sepse kemi bërë para 2 vjetësh, kemi bërë një CD me këngët e Hafize Leskovikut, që janë të gjitha këngë të pa ekspozuara, të interpretuara me shumë mjeshtëri nga këngëtarët Adriana Thanasi, Evgjeni Çulli, Robert Tralo, Mikel Rapaj, Lulieta Ilia, i kanë interpretuar në mënyrë perfekte. Një konsiderat më të lartë e ka dhënë profesor Aleksandr Peçi, që e njeh shumë mirë muzikën përmetare, ka thënë, domethënë është dita më e lumtur kur dëgjoj këtë CD. Ne në fakt kishim mëngjesin më të lumtur për interpretimit tuaj dhe duam një bis. E ka përcaktuar si Hafize ditëve të sotme. Edhe Josifin, Laveri i ditëve të sotme. Është e vërtet, ne ishim dëshmitarë të asaj. Shumë, dhe sot është prekur disa herë dhe duke që e doni me gjithë I thotë me shpirti përjeton. Ka emocione, normalisht, sepse ka lidhur jetër me atë gjën. A mund të kemi nderin dhe privilegjit të dëgjojmë edhe një pjesë tjetër përpara se sa të... Pa tjetër, të flasik për Kabat. Po, pa tjetër. Pa tjetër, edhe një këngë, për shembull që ua kërkojmë kudo ku ju shkoni të interpretoni. Po, duam këngëtarët. Për shembull, kemi 2 këngëtare që kanë lënë emër me 2 këngë, Sy Kaleshe me Adriana Thanasin dhe Robert Tralon, edhe Vitoritu Bustënëna me Evgjeni Çulli edhe Robert Tralon. Kudo që vëmë, këto 2 këngë janë më të kërkuara. Janë hite. Me Kabat që bëmë vjetë, kjo ka qenë një investim thesh nga ana ime për 6 milion lekësh të vjetra këto. Ishte një punë shumë e madhe, shumë e vështirë. Këto Kabat unë i kam punuar vite me radhë, po intensivisht kam punuar një vit rresht, pa u shkëputur dhe nga puna. Dua të përmend edhe familjen time për një mbështetje të jashtëzakonshme që bashkëshorten, vllai tim i madh që punoi sa herë shkëputem nga puna, i më mbështeti në këtë. Më jepte mundësi për t'ikur, se po t'i kësha puna të do atje. Se do të marrë shlekun, po t'ikën pellatia, po t'ikën puna. Me radhe, këto kanë qenë, vllai ka qenë shumë mbështetës në këtë temë. Po, kjo si ide, ma kishë kërkuar gjithmonë profesor Vasil Tole, që duhet të ecësh në rrugën e mjeshtrave të mëdhej. Në shalë, jezoj të bësh, urdhro jashtë që jam e dani ja bë. E bëre. Dhe kjo mua më i mbrojoj jashtë mase që i vurave dhe detyrë. O, do t'i bëjo s'ka. Atëherë, le ta mbyllim këtë intervistë. Për ne, profesori ka qenë si një busull orientuese. Mbështetja kryesore. Mbështetja kryesore, jo vetë për mua, po për gjithë artistët, edhe për sazet tona. Gjithashtu dhe drejtori i Ciofit, zoti Niko Mjali, ku kemi bërë shumë udhëtime nëpër Evropë, ka qenë mbështetës, edhe është. Po, kryesisht me shokët që me udhëheqin artistikë, me Qerko Vangjeli, me Ylli Muçon, kemi qenë dhe jemi në vazhdim. Duke kujtuar dhe figurën e ustajt, kudo që vëmë, figurën e Ustaj Laverit. Bravo ju qo.
Atëherë, Usta Laveri ka lënë një pasardhës të denjë po aq sa vetja e tij, sot Usta Jusifi për mendimin tim nuk bëj dot diferencë, kështu që le ta shijojmë edhe një herë edhe një pjesë tjetër se kaq kohë kemi. Ne do kishim dashur t'ju mbanim për drek, por në orën 9:30 do kalojmë në një tjetër. Ashtu kështu që në 2014 kam marrë dhe çmimin në festivalin që u bë Enkas për këtë punë. Çmimi Laverbariu. Të takon ty më shumë se kujdo tjetër. Direkt. Kjo ishte paka shumë si kolon zanore e kësaj fushate elektorale, po shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë dhe pjesa e fundit e cila është optimiste, let na bëj të besojmë që ky vend do t'i ruaj vlerat, nuk do t'i harroj njerëzit dhe pse jo do t'i shpërblej ata për mundin, pasionin dhe aftësitë e tyre që nuk i ka njeri. Unë isha shumë i lumtur bashkë me Fabin që ju kishim sot, ju urojmë karrierë sa më të fisme, më dinjitoze dhe më të arrirë. Shëndeti pa tjetër, shëndeti është i pari dhe mbi gjitha trashëgimi, si që të parët ju alan ju, le t'i transmetojmë, pra le t'i trashëgojmë këto instrumenta. Gjithë qëllimi jonë, ajo është, ta lëmë në duar të sigurta. Ju falemderit dhe njëherë, Qiriako, Josif dhe Andi për pranin tuaj sot. Falemderit shumë. Falemderit dhe ishte kënaqësi.